Bismillahirrahmanirrahim. Në Sahihun e Imam Bukhariut, lexojmë një hadith shumë interesant, nëpërmjet të cilit mësojmë se pejgamberi alayhi salatu wasalam e caktoi Hazreti Ebu Hurerën që të ruante depon e zekatit të Ramazanit. Dhe një natë, teksa po ruante, gjeti mbrenda në magazin një person të panjoftun, i cili po merrte ushqime me durët e tij. Dhe kur Hazreti Ebu Hurera e pa, ju afrua dhe i tha, do të shpije tek pejgamberi alayhi salatu wasalam. Personi i panjoftun ju drejtua duke i thënë, të lutem më lën të lirë, sepse unë jam nevojtar, njeri me halle, kam shumë fëmijë, dhe po të mos isha në këtë gjendje, nuk do të kisha mbrit në këtë pikë. Hazreti Ebu Hurera, nga mëshira e tij, e liroi. Të nesërmen, kur po falin sabahun, pejgamberi alayhi salatu wasalam ju drejtua Hazreti Ebu Hurerës. Çfarë veproi robi yt? Pra personi që ti e kishe xhan, u habit. Dhe tha, ja Rasulullah, dhe i tregoi ngjarjen. I tha, të ka gënjy dhe sërish do të kthehet. Natën e dytë, Ebu Hurera po ruante dhe sërish vuri re se i njëjti person kishte hyrë në depon e mallrave dhe po prekte me durët e tij ushqimet e ndryshme. I tha, do të shpije tek pejgamberi alayhi salam. I tha, të lutem më fal edhe më lën të lirë sepse jam nevojtar, jam me halle, kam fëmijë, kam telashe. Ja preki zemrën dhe sahabiu i dashur e liroi. Sërish të nesërmen, pejgamberi alayhi salatu wasalam ju drejtua Hazreti Ebu Hurerës. Çfarë bëri robi yt? I tha, ja Rasulullah, dhe i tregoi ngjarjen. I tha, të ka gënjy dhe sërish do të kthehet. Thot Hazreti Ebu Hurera, e prita natën e tretë dhe e dija se do të vinte, sepse ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, shikoni çfarë besimit kanë pas në Resulullahun sallallahu alaihi wasallam. Tha dhe sërish ai u shfaq dhe e gjeta duke prek ushqimet. I thash, tash do të shpije tek pejgamberi alayhi salatu wasalam, sepse më the se nuk do të kthehesh dhe u ktheve. Sërish më the se nuk do të kthehesh dhe u ktheve. I tha, të lutem, më lën të lirë dhe unë do të mësoj ty diçka shumë të madhe. Do të mësoj një lutje që nëse e thua para se të flesh, do të kesh një mbrojtje të posaçme nga Allahu i madhëruar dhe atë natë nuk do të afrohet asnjë shejtan deri në sabah. Ajeti Kursi. Pra Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum deri në fund të ajetit. Dhe Hazreti Ebu Hurera e la të lirë. Të nesërmen u taku sërish me pejgamberin alayhi salatu wasalam, i cili i bani të njëjtën pyetje, çfarë bëri robi jot? I tha, ja Rasulullah, dhe i tregoi ngjarjen. I tha alayhi salatu wasalam, të vërtetën ka thënë edhe pse është gënjeshtar. A e din ti o Ebu Hurera se me kë ke komunikuar gjatë këtyre 3 netëve? Ai ishte një shejtan. Allah. Një hadith shumë i rëndësishëm, nëpërmjet të cilit mësojmë vlerën dhe madhështinë e ajeti Kursis, siç e konfirmon pejgamberi alayhi salatu wasalam. Të vërtetën ka thënë. Që do thotë se njeriu që e lexon ajeti Kursin përpara se të flej, patjetër që do të ketë një mburojtje të posaçme nga Zoti i gjithësisë, dhe atë natë atij nuk i afrohet asnjë shejtan. Ço do të thotë kjo? Të shumt janë ata që më shkruajnë her pas here, edhe më telefonojnë për probleme të ndryshme që ata ndjejnë në veten e tyre, tek fëmijët e tyre, sidomos natën. Njerëz që ankohen, fëmijë që qajnë pa ndonjë arsye, pa ndonjë lëngat, ëndra të frikshme e të ngjashme, që gati të gjithë një mënyrë apo një tjetër i keni kaluar dhe i kaloni. Atëherë, shërimi nga kjo lëngat edhe gjetja e qetësisë në këtë situatë është që kur njeriu të shkojë për të fjetë, pika e parë të jetë me abdes, pra të flej i pastër, sepse edhe për këtë pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë se kush vjen për të fjetë i pastër, i ngarkon Allahu melek tek koka e tij që kërkojnë falje për të deri në sabah. Pra është i rrethuar nga mirësia e Allahut azza wa jalla dhe bekimet e tij. Dhe e dyta, që është shumë e rëndësishme, me lexu pak Kur'an përpara se me fjetë. Dhe më e pakta me lexu ajeti Kursin. Më e pakta me lexu ajeti Kursin, ose siç kemi përmend në raste të tjera, hadithin e tesbihve
pra me e mbyll ditën me leximin e tesbihëve. Prandaj të dashnat e shtrejt, këto dhikre që në pamje të parë janë shumë të thjeshta dhe janë shumë të lehta, duhet me i mësu të gjithë, dhe duhet me i mësu fëmijëve tanë. Dikush më thotë, po e kam të vështirë për momentin, ma e pakta, me vendos pak Kur'an në shtëpi, pra me unë dëgju paksa Kur'an në shtëpi, flej duke e nes kompjuterin tek për shembull kanali i Qabës së Mallnushme, ku çdo ditë 24 orë non-stop të shfaqet rituali i umres dhe i tawafit për rreth Qabës së Mallnushme, edhe ato rituale të bekuara që shoqërohen me leximin e vazhdueshëm të Kur'anit famulart. Lexoni Kur'an, sepse Kur'ani përveç se ka një mirësi të madhe dhe një ndriçim për jetën tonë dhe një nxitje për tu praktikuar në jetën e përditshme, pra për tu ndriçuar jeta e jonë dhe shprehit tona të përditshme me dritën e Kur'anit, po ashtu ai është shërim nga Zoti i gjithësisë dhe është mburoje sepse është fjala e Allahut Azza wa Jall. Dhe aty ku lexohet fjala e Allahut nuk prezantojnë shejtanët. Aty ku lexohet fjala e Allahut prezantojnë melekët e mëshirës së Allahut Azza wa Jall. I lutemi atij, mëndu qoftë, që të na udhëzojë drejt më të mirës. Dhe të na bëjë për atyre që ndëgjojnë fjalën dhe veprojnë më të mirën e saj. Ju la amanet në dorën e Allahut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahu ju dashur.